Këshilli i Mandateve vendosi që të shtyjë seancën për Belinda Ballukun, duke mos marrë asnjë vendim lidhur me kërkesën e prokurorisë për t'i hequr mandatin e më pas për të vijuar me kërkesën e saj për arrestimin e zëvendësës kryeministres. Për të folur mbi detajet e procesit, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Kujtim Cakrani. Zoti Cakrani, faleminderit për intervistën. Faleminderit ju për ftesën. Kënaqësi. Zoti Cakrani, besoj se e pa gjithë procesin e mbledhjes së Këshillit të Mandateve. Çfarë ju bëri përshtypje më shumë në këtë proces dhe pse mazhoranca nuk votoi për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut? Shiko, do të kuptojmë diçka, kur çështjet juridike fen në çështje politike është shumë vështirë edhe për ne avokatët që të japim një mendim juridik. Sepse kur fillon ajo zhurma politike dhe mbi vendos logjikën juridike, aty ka marrë fund edhe gjithë procesi. Në kuptim të kësaj, them që mbledhja në Këshillin e Mandateve dije që do dështonte, sepse u dhan sinjalet e saj nga zoti Rama edhe nga deputetët e komisionit. Padyshim që prokuroria është të drejtën e saj procedurale. Ju e dini shumë mirë sa për zemër në kuptimin e fjalës e kam unë prokurorin për shkak që unë jam kundërshtari i tyre, por kur duhet të pranuar fakti kur prokuroria gjendet përballë një kërkese të bazuar në ligjin procedural, në kushtetutë e kështu me radhë, dhe refuzimi që bën politika për ta marrë parasysh kërkesën. Prokuroria dihet është pjesë e hetimit. Kushtetuta e ka caktuar që ajo të merret me hetimin në një republikë. Në kushtet që prokuroria kërkon një mas për një sigurimi për një ministër apo që ka edhe funksionin, pra ka edhe mandatin e deputetit dhe për ta patur hetimin sa më të pastër, pra rrugtimin hetimor sa më të pastër, padyshim dhe sa më korrekt dhe në përmbushje me dispozitat që kërkon kodi i procedurës për një hetim padyshim të drejtë, duke marrë parasysh faktin e intimidimit dëshmitarëve, duke marrë parasysh faktin e shkatërrimit ose prishjes së provave, apo qoftë ai i largimit, nuk ishte rrugë tjetër vetëm të kërkonte heqjen e mandatit dhe të merret një mas për zëvendës kryeministre. Dhe kështu që ajo seancë u kthye në një seancë politike dhe ja humbi rëndësinë juridike. Unë paktën si avokat kështu e lexoj, duke marrë parasysh faktin që kemi parë edhe seanca të mëparshme kur janë hequr deputetëve të ndryshëm ose jo mandatet, por janë marrë me një shpejtësi rrufe. Rasti fundit për shembull është rasti i zotit Berisha. Ju e keni parasysh brenda 3 orësh u mblodh Këshilli i Mandateve dhe as i dëgjoi fare, s'moni parasysh asgjë dhe vendosi që t'i hiqte mandatin dhe shumë mirë bëri, nuk është se kam ndonjë kundërshtim, por problemi qëndron që standardi që përdoret nga deputetët, sidomos nga majorancat, nuk është standard në përputhje me kushtetutën, me ligjin e kështu me radhë. Prandaj që unë e shikoj këtë, për të kthyer te pyetja juaj, një pengesë artificiale nga majoranca dhe nga kryeministri për të vazhduar që të mbrojë dhe Këshilli i Mandateve dhe majoranca tashmë është kthyer në një mburoj për të bërë kryeministren dhe duke i bërë një kashillëk po deshët ju edhe organit procedus. Dhe organi procedus tashmë nuk ka rrugë tjetër vetëm të vazhdoj jetimet në kushtet që është dhe të presi kur ti peket në kuptimin popullor të fjalës, kryeministrit që të vendosi dhe të urdhëroj deputetët e komisionit dhe kryetarin e kuvendit për të vazhduar procedurat e heqjes mandatit. Unë nuk besoj që do të hiqet mandati zonjës Ballukut. Prokuroria do vazhdojë në kushte jo të favorshme për të bërë një hetim. Unë jam avokati një personi i cili i presidentit e Republikës i cili po mbahet në paraburgim prej 14 muajsh dhe me arsyetimin e vetëm. Sepse ne ju e dini shumë mirë që kemi kërkuar zëvendësim masash dhe ai po mbahet vetëm me një arsyetim, sepse po të dalë në shtëpi na prish provat. Ndërkohë që ai s'ka asnjë funksion publik.
ndërkohë që ai nuk ka asnjë mundësi për të prishur provat, se s'ka se si ti prishi në logjika juridike ose jo, ne nuk ne pranon këtë gjë që mendon organi procedurës apo gjykata. Dhe kështu që ky është një standard tashmë i vendosur nga kryeministri, unë kështu e lexoj, që kryeministri ka vendosur ta mbrojë zvendësen e vet dhe arsyet e tjera pastaj janë arsye politike pse kërkon ta mbrojë kështu me radhë. Në fakt ka pasur një problem lidhur me USB-n që prokuroria i ka çuar kuvendit me prova lidhur me këtë çështje. Kanë qenë deputetët e mazhorancës të cilët nuk kanë dashur që këtë USB ta merrnin deputetët e opozitës. Çfarë fshihet në ato USB me 15.000 faqe avokat? Shiko, do të kuptojmë një gjë. Unë jam në të njëjtat kushte me USB po flasim, që kam 70.000 faqe për ish presidenti dhe unë i kam USB, sepse organi i procedurës nuk punon me prova fizike, pra spaku të paktën, sepse janë fashikuj pa fund. Dhe duke qenë që janë fashikuj pa fund, ajo i skanon. Dhe duke qenë se kur përfundojnë hetimet, ajo t'i vendosë të dispozicion. Pra të gjithë fashikujt i ke në një USB ose në CD. Në rastin konkret, organi i procedurës, prokuroria, i ka ato pjesë, ato prova të cilët asaj interesojnë për të garantuar heqjen për të dalë përpara deputetëve të kuvendit dhe për të garantuar mbrojtjen e tyre mbrojtjen e tyre, ata kanë zgjedhur për të çuar aty, pra për t'i paraqitur deputetët të kuvendit, prova të cilat ata nuk mund të kundërshtohen sipas pakut. Dhe kështu që ato 10.000 faqet ose 15.000 faqet normalisht në USB do shkojnë. Por ka një gjë këtu. Palët, ato janë palë dhe quhet ai pak a shumë është një proces. Ai është një proces. Mund ta quajmë edhe një proces gjyqësor. Por ligji nuk e lejon që deputetët e kuvendit të marrin vendim fajësi ose pa fajësie. Pra, ata mund të bëjnë pyetje, mund të kenë aludime mbi provat e kështu me radhë, por në fund ata nuk mund të thonë që shiko se këto prova nuk e fajsojnë zvës kryeministrin ose e fajsojnë atë, sepse nuk ka dhënë këtë tagër as kushtetuta dhe as ligji. Dhe në kuptim të kësaj them që duke mohuar deputetëve të minorancës, pra siç janë deputetët e opozitës, mendoj se aty brenda ka përfshirje të kryeministrit. Dhe duke qenë që ka përfshirje të kryeministrit apo njerëzve të enturazhit të kryeministrit, të ngushtë të kryeministrit, besoj se kjo përpjekja për t'i mohuar deputetëve që mos të kenë në dispozicion provat e organit të procedurës është një mënyrë shumë e keqe, sepse anashkalon aty gjysmën e kuvendit, pra anashkalon opozitën. Dhe nëse vendimarrja është vendosur çfarë do bëhet për sa i përket Ballukut, pa opozitën ai është problem tjetër, por është shkelje shumë e rëndë procedurale e kuvendit, e rregullores kuvendit e kushtetutës, që ti mos i vendosësh në dispozicion deputetëve të opozitës, pjesë të komisionit të mandateve, që ata mos të shikojnë dhe mos të analizojnë provat e paraqitjes në organin procedurës. Prandaj që kjo është një debat që do vazhdoj, sepse deputetët janë në të drejtën e tyre që të njihen, po gjithashtu janë edhe në të drejtën e tyre që ata, edhe pasi të njihen, nuk kanë, duhet të mbajnë, të ruajnë konfidencialitetin, pra sekretin hetimor, sepse aty ka sekret hetimor brenda. Dhe kjo i bën ata që nesër, pasi të njihen me provat, mos të kenë asnjë mundësie që ata t'i bëjnë publike ato në media e kështu me radhë. Si ne, aktualisht, ne nuk kemi vënë asnjë provë dispozicion të presidentit Meta. Kemi vënë, po, dihet që është kërkesa për gjykim,
ose mas e arrestit, por provat që shoqërojnë këtë askush as ju gazetar nuk i dini, sepse ne kemi firmosur që derisa të përfundoj seanca paraprake, pra sa të kaloj çështja në themel, në gjykim themeli, ne nuk duhet të publikojnë prova sepse janë sekrete timor, sepse nuk e dim çfarë do bëj gjykata, da kalojnë gjykim, do kthej aktet pas apo do ta pushoj çështjen. Dhe ligjvësia ka parashikuar në 104 saj që avokatët dhe palët firmosin që mos të dalin këto sekrete hetimore. E njëjta gjë vlen edhe për deputetët e Parlamentit të Shqipërisë, të cilët mund të njihen, mund të lexojnë, mund të ashtu, por nuk kanë të drejtë që t'i publikojnë prova. Avokat, në fakt, kur doli dhe foli ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj për verë 33.000 euro që pinte kryeministri Rama me Ergy Sagasin, shumë prej nesh nuk e besuan. Por, hetues BK-s kanë sekuestruar gati 3 milion euro verë që e posedonte Ergy Sagasi. Dhe po atë dite, pak pas inventarit të drejtorisë përgjithshme të tatimeve, vera u zhduk. Fakt, si e konsideroni këtë lloj lëvizje? Shiko, të jemi koherent. Unë fatmirësisht tek ju dhe kudo kam folur pas intervistës zotit Ahmeta, jam pyetur, siç po më pyesni ju sot, dhe kam thënë, nëse Altin Dumani do kishte dëshirën, vullneti, prokurorët e çështjes në fakt, do kishin dëshirën, Arben Ahmetaj është një personazh i cili mund të japi mjaftueshëm të dhëna për të zbardhur ngjarje të cilët spaku i kanë në hetim. Dhe nuk do ishte ndonjë herezi e madhe që prokurorët të hipnin avionit, kam thënë tekstualisht, që të shkojnë në Zvicër, ku ndodhet zoti Ahmetaj, ta kontaktojnë dhe ta takojnë, po deshët ju, sepse ai është në azil politik dhe nuk ka asnjë lloj problemi që këta ta kontaktonin. Po, nuk e ekstradojnë dot, atëre do vesh ta kontaktosh. Dhe ai do kishte dhënë ato përpara organit të procedurës, që do të thotë, ai mund të ishte një bashkëpunëtor drejtësie në kuptimin moral, jo ligjor, sepse ligjor kërkon disa kushte për të bërë bashkëpunëtor drejtësie. Por ai ishte një bashkëpunëtor i mirë i spakut, i prokurorëve, për të zbardhur rrethana ngjarje të cilat ai di apo i kanë thënë që ai di. Pra, ishte një personazh kyç, dhe kështu që nuk kisha asnjë arsye që ne mos ta besonim dhe ta aludonim për ato që thoshte zoti Ahmetaj, sepse është një njeri i cili ka qenë aty, ka qenë brenda, ka qenë aty në tavolina, madje ndoshta edhe për verën që aludon mund ta ketë pirë dhe vetë atë gotën e verës 33.000 euro. Pra, në kuptim figurativ të kësaj, mendoj që zoti Ahmetaj duhet të ishte intervistuar nga prokurorët në atje ku ai ndodhet në Zvicër. S'është asgjë keqe, sepse prokuroritë e botës, ku nuk e kanë mundësinë e ekstradimit të një personi, shkojnë dhe intervistojnë atje ku ai është. Kështu që unë mendoj se përpjekjet e prokurorisë për ta zbardhur ose për të marrë seriozisht ato që tha zoti Ahmetaj ishin minimale, por fakti që ato që zoti Ahmetaj i tha në intervista të ndryshme që ka dhënë, sot po rezultojnë të vërteta. Kështu që asgjë nuk duhet neglizhuar kur bëhet një hetim ose kur bëhet një mbrojtje caktuar. Ne avokatët nuk neglizhojmë asgjë për të mbrojtur klientin tonë, ashtu siç edhe prokuroria nuk duhet neglizhojë asgjë që t'i hedhi, kur heton për ngjarje të cilat, për rrethana të cilat do të zbardhi një ngjarje që ajo mendon se është kriminale, sepse është në favor edhe të avokatit, në favor edhe të personit cili akuzohet, kur zbardhen rrethanat e ngjarjes në mënyrë pra, jo gjysma, kur zbardhet e tërë, edhe ato që janë në favor të pandeurit, po dhe ato janë disfavor, sepse kodi procedurës dhe kushtetuta e kanë të përcaktuar qartë që prokuroria duhet të mbledh prova si ato që e fajsojnë një qytetar, por dhe ato që e lehtësojnë pozicionin e tij, sepse ti mund të jesh nesër mund të kesh bërë një krim nesër, apo unë. Por prokuroria nuk merret vetëm me pjesën fundore të çuaj kriminal, po merret kush jeni ju, jeni gazetar, kush jeni ju, jeni një avokat, pse e keni bërë këtë, çfarë rrethana s'është bërë. Pra,
janë rrethanat lehtësuese që merren parasysh personaliteti i personit. Kështu që në kuptim të kësaj, prokuroria nuk lëvizi, po fare na vendi që të bënte një hetim të thelluar që kohë më parë kur zoti Ahmeta ka folë para 2 vitesh. Zoti Cakrani, hetuesit e PK-s kanë sekuestruar një kamera e cila ishte vendosur nga Ergyll Sagasi në zyrën e tij për të regjistruar çdo bisedë të takimeve që ai bënte me, po themi, persona të ndryshëm. Ndërto, ka rrjedhur në media disa biseda që ai bënte me Ermal Beqirin, si dhe me drejtoreshën e Akshit, e cila tashmë është në arrest shtëpie. Thuhet që ka dhe persona të tjerë që kanë bërë biseda mes tyre. Pra, mendoni që kamera e ka marrë në qafë Ergyll Sagasin dhe tashmë do shkohet edhe më te biznesmen, te persona të cilët ai ka pasur komunikime? Shiko, do të kuptojmë diçka. Fakti që ai mbante kamerë në zyrë nuk është herezi, se kamerat prandaj janë për të filmuar dhe për të regjistruar janë. Por problemi është që ajo është një indicie. Pra, nëse tek ajo kamerë të cilën është kapur aty në zyrë dhe tek ajo ka regjistrime për të kryer aktivitete të jashtëligjshme ose për të ndikuar në personazhe për biznes, për gjykata, pra në tërësi, dhe ato do gërshetohen, pra fjalët, diskutimet e tij tek këto do gërshetohen me prova konkrete, me data, me muaj, me orë, pra bisedat e tyre do rezultojnë që më pas janë përkthyer ose janë konvertuar në një ngjarje caktuar, në një tender me ministra, zëvendësministra, me Akshin e kështu me radhë, dhe janë konvertuar në miliona euro në favor të tyre, ose janë rrëmbyer persona të caktuar që përflitet e kështu me radhë, atëre do gjendemi përpara këtyre akuzave. Por fakti që ka përdorur kamera në zyrë e tij nuk është herezi. Por herezia është nëse ato do jenë, bisedat aty do jenë të materializuara pastaj me prova konkrete dhe duke nisur nga bisedat që ai ka bërë. Kështu që unë mendoj se shiko, organi i procedurës kur bën një hetime, fatmirësisht ne avokatët ndeshemi, paktën ne që merremi me këta personazhet kryesor të politikës e kështu me radhë, shikojmë lloj-lloj provash, pra shikojmë lloj-lloj fjalësh, ndodh që ato janë të gërshetuara ose janë të faktohen me prova konkrete, pra me ngjarje konkrete, po ndodh që nuk faktohen me ngjarje konkrete. Është dhe nëse nuk faktohen me ngjarje konkrete, ne padyshim pastaj kërkojmë që papërdorshmërinë e tyre, sepse nuk ka rëndësi për hetimin ose për të deklaruar fajtor X person. Dhe këtu që edhe kjo gjë mund t'i shërbej prokurorisë për të thelluar hetimet, për të zgjeruar hetimet në bazë të bisedave që mund të jenë, që dalin aty nga kamerat. Por kjo nuk është fajsi pse ka mbajtur kamerën në zyrë. Kështu që duhet ta orientojmë publikun tek ajo pjesa që nuk veprat penale quhen kur ato ndodhin, jo kur ato mendojnë që do ndodhin. Absolutisht jo. Sepse avokat, po kjo pjesa që drejtoresha e Akshit i shkon në zyrë Ergyll Sagasit, i cili merr tendrat e Akshit. Ajo thash, duhet parë, padyshim që kjo është hetimi. Dhe fakti që drejtoresha ka bashkëpunuar me një biznesmen i cili fitonte gjithmonë ato tendra, e ka bërë atë që është në arrest shtëpie sot. Pra, ajo zonja, nisur nga këto veprime, ka detyruar organi i procedurës, SPAK-un, që ta vendosi atë, ta mbyll atë në shtëpi, duke mos i dhënë asnjë mënyrë komunikimi e kështu me radhë. Prandaj që hetimet tu do vazhdojnë, do thellohen. Bisedat e saj kanë ndodhur në një kohë caktuar, takimet e saj në kohë caktuar, në atë kohë caktuar sa përfitim tendrash ka marrë ky individi. Pra në atë kohë që është takuar me zonjën e Akshit, çfarë ka përfituar ky biznesmeni? Se fakti që e takon atë, por pa kryer veprime konkrete, nuk është provë që ti mund ta implikosh zonjën në për korrupsion.
sepse njerëzit janë edhe të lirë për të takuar, për të pirë kafe, pse jo edhe të dashurojnë njëri me tjetrin, ose nuk i ndalon njeri. Kështu që ky është ajo thelbi i gjës që bisedat, takimet duhet patjetër të harmonizohen me veprime konkrete të mëpasshme. Kjo është ajo që organi i procedurës duhet të gjejë, duhet të zbardhi. Jo takimi thjesht si takim, por duhet të zbardhi që nga takimi ka ardhur rrethoj kjo gjë, ky veprim i saktuar e kështu me radhë. Prandaj që hetimet i nderuar janë shumë komplekse, nuk janë thjesht, okay, dakor për popullin, për populizmin, për njerëzit që duan gjak, duan kështu, janë dakord. O, kënaj kjo e takoj, ka bërë korrupsion, ai ta marrin, ta fusim në burg, ta vrasin, ta varin me kështu me radhë. Problemi qëndron që ne, kur flasim juridikisht, do të flasim me bazën e provave. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Respekt e mirupafshim, kalofshi mirë.